Ja zbardhu detajet të reja nga vrasja 58 vjeçarit Renato Hoxha i ekzekutuar një ditë më parë në qytetin e Vlorës. Hetimet paraprake tregojnë se vrasja mund të ketë lidhje me refuzimin e viktimës për të shitur banesën e tij, e cila ndodhet në një zonë të lakmuar për ndërtime dhe resorte turistike. Të afërm të Hoxhait kanë dëshmuar përpara hetuesve se ishte i shfaqur i shqetësuar kohët e fundit pasi kishte marrë kërcënime të përsëritura për të dorëzuar pronën. Sipas tyre, viktima kishte refuzuar të rrishte shtëpinë për ndërtimin e një pallati në atë zonë. Në kuadër të hetimeve, policia ka shoqëruar 5 persona midis tyre dhe pronarin e pallatit ngjitur me shtëpinë e Hoxhait për të sqaruar nëse ekziston një konflikt pronësie që mund të ketë çuar në vrasje. Nga pamjet filmike të sekuestruara në vendngjarje, duket autori maskuar që qëllon 58 vjeçar me 4 plumba, 2 prej tyre në kokë dhe 2 në trup. Renato Hoxha jetonte prej 2 vitesh me një partnere pas divorcit nga bashkëlortja, ndërsa 2 fëmijë të tij jetonin prej vitesh i jashtë Shqipërisë.